Përshëndetje të dashur miq, doja t'ju lajmëroja për diçka shumë serioze, sidomos për nënat që janë me fëmijë të vegjël që ju japin qumësh plur. Doja t'ju lajmëroja që ky qumësh në të gjithë qumshtat, sidomos ky nap, është i ndaluar këtu në Belgjik sepse ka dalë me një mikrobje shumë të keq, edhe fëmijët këtu në Belgjik kanë vdekur nga ky qumësh. 2 fëmijë të vegjël kanë vdekur para ca ditësh, por shkaku nuk po e dinim të saktë nga se erdhi vdekja e fëmijëve. Fëmijët ishin shumë të vegjël, ishin 2 javëshe dhe 23 ditëshe. Jam ndirë shumë keq kur kam lexuar atë lajm, edhe ndërkohë që sot ka dalur që kanë vdekur shkaku i qumshtit plur, edhe në çdo supermarket është ndaluar, në çdo lajm po del, është i ndaluar qumshti. Kështu që i kisha lutur të gjithave nënat ta ndalojnë me sekonda qumshtin që japin për fëmijët e tyre, mos të harrit shkaku deri në atë pikë që fëmijët të vdesin. Uroj që video ime të shpërndahet sa më shumë edhe ta ndalojmë sa më para këtë gjë derisa të jemi të sigurt mos i japin fëmijëve tanë më qumësht. Ju përshëndet edhe Zoti ju uroj gjithëve.